Prej vitesh Pogradeci nuk ka një shtëpi lindje bashkohore, por edhe ajo që është nuk të ofron as kushtet më minimale. Amortizimi ekziston nga do dhe kjo pohohet edhe nga drejtuesi i këtij spitali, mjeku Ilir Gusho. Gusho thotë se dikur materniteti ka pasur kushte, ndërsa sot nuk ka më asnjë prej tyre. Ky maternitet ka pasur ujë të ngrohtë, ka pasur dushe, nuk futesh e grua lart maternitet pa për dushin, pa u pastruar, pa për klizmën. Një maternitet që në 83 ishte me 2 salla operacione, një aseptike dhe një septike. Që kishte vend të veçantë për derdhjen e plerave, të mos qarkullonin nëpër pavione, po ka një oxhak të veçantë. Çdo kat që hidheshin plerat dhe kalonin në rrugë të tjera dhe s'komunikonin gjykundin nëpër pavione. Dhe tashti kemi një maternitet që siç e shihni nuk ka kushtet minimale për hotelerinë, që do të thotë një ngrohje të mirë. Ngrohjen e kemi me orar sepse nuk e di se kush, vetëm një teknokrat mund ta mendojë këtë gjë. Se mjet nuk besoj se është ai që ka bërë këtë planifikim. Vetëm një teknokrat. Telat e sistemit të energjisë janë të zhveshur, kudo mbi zotron lagështia, ndërsa tualetet janë një burim infeksioni në këtë spital. Mjeku ngre dhe shqetësimin e grave që vijnë nga zonat të tjera, të cilat pavarësisht se janë të siguruara, duhet të paguajnë për vizitën. Janë disa masa qeveritare, të cilat për mendimin janë gabuar. Dhe një nga këto është që ndalohen gratë në një rreth tjetër, të bëjnë ose të marrin një shërbim në një rreth tjetër, pavarësisht se janë të siguruar. Ne që të vinë këtu duhet të paguajnë. Ka libreze, ka të gjitha, por po të vinë në Pogradec sepse është nga rreth tjetër. Ky është një masë abstrakte. Akoma më pa logjik sipas Gushos është projekti për zhvendosjen e këtij materniteti pranë spitalit të Pogradecit, të cilën ai e sheh si gjë të gabuar. Pastaj edhe një masë tjetër të cilën prapë unë s'po e kuptoj dhe sa arrit do ta kuptoj, nëse ju e mund të më shpjegoni. Kjo ndërtesë u bë për maternitet. Ç'është kjo teori? Ti mbledhin të gjitha bashkë. Në cilin qytet të Evropës që ke maternitete të bashkë në spital? Ku? Materniteti është sa më afër njerëzve. Atëherë këtu është logika. Këtu i këtij materniteti. Ti jetë afër atje se për tonë 2 mjek të shkojnë nga kirurgjia dhe të vinë në maternitet, për një ngrohje, për një kuzhinë, për një lavanderi, nuk më duhen. Shtëpia e foshnjës së Pogradecit prej vitesh vua mungesën e investimit, ndërsa një projekt i mbetur në letër pritet të aprovohet për rikonstruksionin apo zhvendosjen e gotinës, por që drejtuesit dhe stafi mjekësor janë kundër kësaj zhvendosjeje.